Organizata Medias ka dalë sot me një deklaratë për shtyp sa i takon ndryshimeve të propozuara në kodin penal që lidhen me dekriminalizimin e shpifjes për gazetarët. Organizata thekson se çdo përpjekje për të rregulluar profesionin përmes regjistrimit sjell pasiguri juridike dhe cënon lirinë e shprehjes. Së pari, teksti parashikon mbrojtje, po njëkohësisht edhe dekriminalizim të shpifjes vetëm për një grup të caktuar që janë cilësuar në ligj si gazetar të regjistruar dhe të njohur. Kjo është një dekriminalizim i pjetshëm dhe nuk është në përputhje me standardet e Këshillit të Evropës dhe as me kërkesat që ne kemi pasur për një dekriminalizim të plotë të shpifjes dhe të fyerjes, për të siguruar kështu një mjedis mundësues për lirinë e shprehjes për folësit publik. Së dyti, Shqipëria nuk ka dhe në fakt nuk duhet të ketë një regjistër për gazetarët. Çdo përpjekje për të krijuar një regjistër për gazetarët apo për ta rregulluar profesionin sjellin pasiguri juridike dhe kanë pasoja serioze sa i takon efektit frenues mbi lirinë e shprehjes. Në përfundim, gazetarët i bën thirrje majorancës dhe deputetëve të Kuvendit që ta përmbyllin këtë reformë në mënyrë të plotë dhe gjithëpërfshirëse, duke shpangur ndryshime sipërfaqësore që nuk garantojnë mbrojtje reale për lirinë e shprehjes.